Përveç pikturës, nuk e di, i mëson apo ke menduar ndoshta të inkorporosh edhe, le themi, artet të tjera apo dek të tjera qoftë dizajni grafik apo sepse ti je një artiste vizuele, domethënë je shumë multidimensionale, jo vetëm piktore, i bën këto apo ke menduar ndoshta ti kesh në plan program për nxënësit e tu? Artemisa në këtë studje, do më thonë, fillimisht mësohet nga vija kryesore, nga hapat e para që është vizatimi. Pastaj duke kaluar te piktura, duke kaluar edhe te skulptura, te ceramika, edhe në grafik. Do më thonë, unë mundohem të gjithë fushat t'i prek, fëmijët t'i prekin, t'i din, dhe nesër të mos kenë hamendësime çfarë është kjo, çfarë është ai drejtim ose ky drejtim. Unë mundohem me një program të vogël, të shkurtër, që t'i përmbyll të gjitha drejtimet e artit dhe ata të dinë se çfarë punohet. Do me thënë, njëjtë si diku mua që mi ka mësuar profesorët e mi në fakultet, unë mundohem diturin time t'va jap këtyre fëmijëve. I prekim të gjitha fushat, nga pak, mirë po pjesa më e madhe ja kushtoj pikturës.